Libri mbetet njën nga mënyrat më të bukura për të kaluar kohën dhe pasuruar mendjen. Sot në studio kemi nderin dhe kënaqësinë që të bashkëbisedojmë me drejtoreshën e librarisë Ulqini, Arlinda Osmani. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që je sot me neve. Mirëmëngjesi Ekzona, faleminderit për ftesën dhe faleminderit që gjithmonë na përcjellni aktivitetet dhe që jeni në hap me të gjithë ngjarjet që ndodhin në librarinë Ulqini. Mirë se erdhe edhe një herë dhe të falenderoj që je sot pjesë e emisionit të mëngjesit Ditë e Re. Më trego pak si po shkojnë përgatitjet për këtë periudhë për librarinë Ulqini dhe cilat janë ato aktivitete që e shënojnë këtë periudhë. Tani jemi në prag të sezonit, po ndoshta mund ta quajmë që edhe pak ditë hyjmë në sezonin veror turistik, kështu që gjithmonë para sezonit turistik ne furnizojmë me libra të rinj. Faktikisht plani ka qenë që të furnizojmë shumë më herët, ndoshta para 1 muaji apo 2 muajve, por siç e dim shpesh për arsye teknike kemi sfida që të furnizojmë nga Kosova apo nga Shqipëria. Sepse normalisht ne si librari e vogël me financa të kufizuara duhet të bëjmë një përzgjedhje shumë rigoroze se çka ju intereson të rinjve të Ulqinit dhe pastaj normalisht është kjo trajektoria e dy se çka ju intereson turistëve dhe çka shkon apo çka shitet më tepër. Për këtë arsye këtë vit kemi vendosur që të bëjmë një bashkëpunim me librari Adrionin në Tiranë për arsye logjistike më tepër sepse shumica shtëpive publike gjenden në Tiranë dhe është shumë më lehtë furnizimi me libra dhe të gjejmë kopje të mjaftueshme për kërkesën që kemi. Bile në fokus ka qenë një furnizim nga shkolla fillore Bedriel Lezaga, ku i furnizojmë me lektyra shkollore dhe numri i kopjeve të cilën e kërkuan është shumë i vështirë të gjendet pa bërë një porosi të veçantë në shtëpitë botuese përkatëse. Kështu që kësaj herë kemi ndruar destinacion apo bashkëpunëtor, jo për të ndaluar bashkëpunimin që kemi pasur me librari Dukagjinin, por ndoshta për arsye logjistike duhet të eksplorojmë rrugë të reja të bashkëpunimit edhe me Tiranën. Si mund të ma bësh një përmbledhje për sezonin dimror, për aktivitetet të gjitha ato që keni pasur gjatë periudhës dimrore në librarinë Ulqini? Jeni të kënaqur? Se përket shitjeve, libri kemi pasur rastin dhe mundësinë të dëgjojmë shpesh ndoshta edhe kritika edhe ankesa që libri nuk ka shitjet mjaftueshme apo që një librari nuk mbahet gjallë vetëm me shitjet e librit. Nëse fokusohemi te kjo temë, se a jemi të kënaqur me shitjet e librit, duhet të kuptojmë që Ulqini është një qytet i vogël dhe ne nuk mund ta marrim si kriter kryesor shitjen masovike të librit apo profitin nga shitja e librit. Kështu që ne jemi të kënaqur me shitjen e librit përderisa ka kërkesë. Ka kërkesë për lektura shkollore, për libra për lexim në kohën e lirë etj. Se për këtë aktiviteteve ne kemi pas bashkëpunim shumë të mirë me Entin për tekstin mësimore nga Podgorica, ku së fundmi kemi bërë promovimin e librit të profesor Agim Vincës, që për ne ka qenë nder, meqense ka shumë kohë që ne i kemi kërkuar një takim në Ulqin. Kështu që sa i përket aktiviteteve janë të kënaqshme, janë konstante. Kemi bërë tash para 2 muajve kemi filluar një projekt me Radio Ulqinin, libri në valët e radios, ku si fokus kemi të rinj nga shkollat fillore dhe nga shkolla e mesme, që edhe ato aktivizohen edhe të ndoshta të bien ndesh apo edhe të takohen me radion, me incizimin që ato të lirohen, ndërsa në të njëjtën kohë të flasin më tepër për libra të cilët ato i lexojnë në shkollë. Këtë rast lektura shkollore apo këto tekstet alternative që janë si lexim shtesë. Kemi folur për disa vepra të autorëve shumë të njohur shqiptar, siç është Kadareja, Dritoro Agolli. Kemi filluar faktikisht me Kadarejen, Kronikë në gur, pastaj kemi pasur librin Stina e Ujkut të profesorit Vandibrës, kemi vazhduar me librin Shkëlqimi dhe rënia shokut Zylo, Sikur të isha djalë, etj, që mos ta zgjas. Kështu që ky është një projekt i përbashkët që ka filluar pak muaj më parë. Se për këtij projektit ideja ka qenë që ndoshta të rinjt përmes valëve të radios, aq sa dëgjohet radioja, të lexojnë disa fragmente nga librat dhe të informohen, ndoshta t'ju nxisin pak edhe kuriozitetin për këto libra. Kështu që kjo periudha dimrore është karakterizuar më tepër me bashkëpunimin me të rinjt edhe me disa aktivitete të mbrëmjeve letrare që nuk mungojnë.
Sasha, e dim që jetesh një periudhë drejtoreshe Librarisë Ulqini. Janë më të interesuar brezi i ri të lexojnë gjatë pushimeve verore? Absolutisht që po. Megjithatë, gjatë vitit shkollor, ato kanë tendencë që të interesojnë më shumë për lektura shkollore të cilat janë të detyrueshme. Ekziston ndoshta një sekret publik, nëse mund të quaj kështu, që lektura shkollore ka vite që ajo lista nuk ndron, dhe meqense lista nuk ndron, ose i huazojnë nga shokët, ose i kanë të gatshme analizat e tjera, kështu që një incentive mirë kishte qenë që ndoshta të azhurnohet pak lista e leximeve me qëllim që këto lexime të jenë më të reja, edhe që nxënësit t'i prekin disa libra për herë të parë, që të nxitet pak më tepër leximi, që mos të ashtu është. Megjithatë, kemi nxënës cilët i blejnë lektura shkollore që të lexojnë. Por gjatë sezonit veror lexohen libra të cilat janë një çik më të thjeshtë, me lexime vere, çfarë i intereson atyre më tepër? Nëse pa e kthyer në etiketim ndoshta gjinor, por se përket gjinisë femërore lexojmë më tepër romanc gjatë verës, libra siç janë librat e Daniel Steelit, apo varet edhe nga grupmosha natyrisht. Por grupmoshat më të rritura, do të thotë gjimnazistët e tjerë, lexojnë libra të cilat janë veror, romanc, psikologji. Kurse djemt, fatkeqësisht, më së tepërmi libra frekuentues të librarisë janë vajzat se sa djemt, megjithatë djemve ju interesojnë më shumë librat e historisë, ka nganjëherë kërkesë për psikologji, klasik. Po nëse i fusim të dy në një çadër, atëherë kërkesa më e madhe është rreth librave të psikologjisë, romanc, histori, edhe klasikët botror. Kurse se përket klasikët shqiptar lexohen më tepër gjatë periudhës së dimrit për arsye se janë përfshirë në plan programin shkollor. Njën nga aktivitetet apo risit në Librarinë Ulqini nuk ka pasur shtësi të mos na bie në sy, kanë qenë disa figura të autorëve shqiptar në Maltëzi. Si ishte kjo si ide dhe si e pritën të gjithë ato që janë frekuentues të shpesht të kësaj librarie? Tashi, normalisht që ka kohë që ne e kemi menduar dhe konceptuar edhe ku më mirë se sa të vendosin figurat të shquara të letërsisë shqipe në Malin e Zi. Vendosja tyre në xhamat e librarisë është më tepër simbolik, sepse aty kemi figura siç është akademiku Ali Podrimja, shkrimtari shumë i famshëm Esad Mekuli, pastaj jemi munduar që të mbajmë balancin dhe të zgjedhim edhe figura nga zona e shqiptarëve të Tivarit, Rozhajës, Plavës, Gucis, Ulqinit, që të përfaqësojmë në mënyrë pak a shumë, sa aja kemi dalë nuk e di, po të barabartë. Është shumë e rëndësishme që, meqense e shohim që kohën e fundit, gjeneratët e reja largohen pak a shumë nga kuptimi i botës rreth tyre se përket identitetit kombëtar. Dhe kush më mirë se këto figura të shquara kombëtare që me penden e tyre, me idetë, me shkrimet, nganjëherë edhe kanë formsu kulturën e shqiptarëve të Malit të Zi, sepse kanë qenë ambasadorët më të mirë që i kemi pas në rajon. Shumë prej tyre kanë jetuar dhe vepruar ndoshta jashtë kufive të Malit të Zi, siç është rasti i Ali Podrimës, Esad Mekulit, por kemi edhe të tjerë cilët jetojnë edhe faktikisht jetojnë edhe veprojnë në Mal të Zi. Për atë arsye ne kemi menduar që edhe gjeneratat e reja t'i njohin më afër me këto autor, sepse pa to, ne nuk e dim se si është fati, normalisht, fati i një kombi apo një etniciteti në një vend të caktuar, por pa to, kultura shqiptare, sidomos e shqiptarëve në Malin e Zi, nuk besoj se do kishte qenë në këtë nivel se ku është. Tash normalisht që kjo është subjektive, sepse të flasim për një kultura gjithmonë ka më mirë, po ka edhe më keq. Por që fakt është se këto autor kanë formsu kulturën shqiptare të shqiptarëve të Malit të Zi ndër vite e dekada me radhë, edhe për atë arsye në fund të fundit ne duhet jemi mirënjohës, edhe një vend i vogël siç është një dritare Librarisë Ulqini, ndoshta nuk ju del hakut, siç themi ne, por prap se prap i kthen në kujtesën kolektive të shqiptarëve apo të vizitorëve të asaj librarie. Shumë e bukur kjo, a thënë.
Arlinda, më trego cilat janë ato aktivitete që libreria Ulqini po synon për këtë periudhë të ardhshme verore? Egzona, si që dim, periudhën verore ne paka shumë i stagnojmë aktivitetet e mbrëmjeve kulturore për arsye se gjatë sezonit veror shpesh kemi hasur në sfidën e audiencës apo publikut, me qenë se sezonin veror ka tendencë që të fokusohet më tepër tek bizneset private, tek jeta. Është e kuptueshme sepse jemi edhe një vend turistik. Ashtu është, por megjithatë kemi të planifikuara 3 mbrëmje letrare për këtë periudhë që po vjen. Një prej tyre do të jetë autori Julieta Liçka, me cilin po flasim, tani duhet të gjejmë kohën se kur ju përshtatet edhe atyre. Kemi bashkëpunim shumë të mirë me Qendrën e Librit në Tiranë, me drejtoreshën e re Arta Qendro Marku, me cilën jemi në kontakt për të vendosur disa pikësynime apo disa takime me autorët që na interesojnë edhe neve të kemi në Librerinë Ulqini. Pastaj, si gjithmonë, ne fokusohemi shumë të aktivitetet me të rinj dhe me fëmijë. Jemi në përpunimin e një planit me më të vegjëlit, me fëmijët e klasave të para dhe të dyta. Kështu që besoj se kjo do vazhdoj pas periudhës së verës. Ne po ashtu planifikojmë të një podcast, ku për herë të parë po përmend në televizion apo në media, një podcast ku Libreria Ulqini më tepër do të ngri figurat e herojt të përditshëm të njerëzve që punojnë, po me punën e tyre siç janë disa mësues, njerëz të thjesht, nuk janë absolutisht, po që bëjnë një punë të madhe për kombin, për kulturën, për identitetin, që e ruajnë, që me ideologji dhe me dashuri që kanë për atë dheun, për Ulqinin, për trevat e shqiptarëve në Malzi, punojnë çdo ditë me dashuri dhe me zellë. Bile unë kam marrë shkas, kam qenë faktikisht vitin e kaluar për ditën botërore të librit, kemi qenë në vizitë në një shkollë të fshatit, në anë të malit, edhe duke e pa një mësuese se sa me vullnet dhe me zellë punon me fëmijët, aty më ka lind ideja që këto njerëz duhet promovohen, edhe duhen shumë më shpesh të flitet për to, për sakrificet e tyre të përditshme. Të potencohet puna atyre. Është të vlerësohet në fundit puna atyre, sepse nuk është e lehtë sot ku jetojmë në një botë sadopak kapitaliste, ku gjithçka paguhet, në fundit pritet që të paguhet, dikush të punoj me aq dashuri dhe falas për fëmijët, për ato që janë e ardhmja këtij vendi. Sado që klishet duket, ato janë ardhmja jo, nesër ato do të jenë udhëheqjet e këtij vendi, nesër do të jenë ato që ndoshta siç e thamë me pendën e tyre do të na përfaqësojnë në botë. Shpresojmë që të bëhen edhe më të mirë se brezi që po lem pas. Arlinda, unë të falenderoj që ishe pjesë e emisionit të mëngjesit dhe së bashku shpalosëm disa kështu të themi aktivitete dhe punën e juaj të përditshme që keni në librerinë e Ulqinit. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit, Egzona.